Profeti alayhi salam I ka thirrë njerëzit në fillim në fjalën la ilaha illallah. Dhe thirrja e tij ka qenë për fjalën la ilaha illallah, për themelin e Islamit. Madje kur I dërgonte thirrsat për të thirrë pra njerëzit në Islam, I porosiste ata për fjalën la ilaha illallah. Letrat që u ka dërguar mbretërve ka porositur në ato letra për fjalën la ilaha illallah. A mund të na flasësh për rëndësinë që ka fjala la ilaha illallah për thirrjen në Islam? Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës ka ftuar në fjalën la ilaha illallah, se kjo është themeli I Islamit. Por thirrjen e filloi me këtë fjalë. Fillimisht I ka ftuar njerëzit në këtë fjalë. Dhe gjatë periudhës së Mekës, që zgjati 13 vite, profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas në qendër, në themel të thirrjes këtë fjalë. Ai u thoshte njerëzve në përtregje dhe vende ndryshme: "E juhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu", o njerëz thoni la ilaha illallah që shpëtoni. Na e ka sjell një episod interesant Imam Ahmedi në Musnedin e tij, që është një koleksion I madh hadithësh, nga Rabi'atu ibn Abbad, I cili ka treguar, por tregon për një moment para se të kishte pranuar Islamin. Thonë ka parë profetin në tregun Dhil Mejaz, kur po u bonte thirrje njerëzve: "O njerëz, thoni fjalën la ilaha illallah që shpëtoni." E thot, nga pas thot shkonte një burr me fytyrë të rrumullakët, që kishte devijim në shikim, me 2 flokët I kishe kaçurrela, ose I kishe bërë gërsheta flokët, edhe thoshte mos e dëgjoni këtë, se ky është gënjeshtar. Pyeta, kush është ky që I fton njerëzit në fjalën la ilaha illallah? Dhe thanë, ky është Muhamedi, një burr që I përket fisit Abdul Muttalib. Po ky që u thot njerëzve mos e dëgjoni këtë, kush është? Më thanë që ky është xhaxhai I tij, është Abu Lehebi. Rabia e mbajti mend këtë ngjarje, këtë rast. Dhe e ka treguar më vonë. Ka pranuar Islamin më vonë dhe e ka treguar këtë hadith. Ky është një hadith I saktë. Pra profeti I ftonte fillimisht njerëzit në fjalën la ilaha illallah, duke u bërë të qartë që kush e thot të fjalë ai shpëton. Por ta thot me bindje, kuptohet. Dhe profeti kur I dërgonte thirrësit, gjithashtu kur dërgonte thirrësat në vende të ndryshme, u bënte të qartë që në fillim të ftonin njerëz në fjalën la ilaha illallah. Kemi një hadith në Sahih Buhariut se profeti kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, I tha: "Ti po shkon tek disa njerëz që janë I thar libri, hebrej ose krishterë. Prandaj I tha, fjala, çështja e parë në cilën do t'i ftosh njerëzit atje do të jetë fjala la ilaha illallah. Për t'i ftosh që të besojnë Allahun një të vetëm dhe të adhurojnë Allahun të vetëm pa I vënë shok atij. T'i ftosh që të njësojnë Allahun subhanahu wa ta'ala." Ky është themeli I thirrjes. Kjo është çështja më e rëndësishme në cilën një thirrës musliman I fton njerëzit. Ta pranojnë këtë fjalë, ta thonë këtë fjalë me bindje, ta kuptojnë këtë fjalë, që të jenë për atyre që besojnë Allahun një të vetëm dhe e adhurojnë atë të vetëm. Nëse njerëzit do ta pranojnë këtë fjalë me bindje, padyshim ka me ndryshuar jeta e tyre. Allahu do ta përmirësojë jetesën në këtë botë dhe të arrijnë dhe lumturinë e xhenetit në ditën e gjykimit. Allahu është përbleft, hoxhë nderuar, elu Zotin e gjithësisë që t'i bëjë dobishme këto që na that,